Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar dhe për të ndarë lajmin që në fakt po bën bujën ditën e sotme në rrjetet sociale. Një përballje e papritur, domethënë një përballje e papritur. Ç'në kuptojmë me fjalën një përballje e papritur? Tani, fillimisht mua automatikisht më shkon mendja tek Rogerti dhe tek Selin, një familjar i Selin, ndoshta ka kërkuar që të bëhet pjesë e një surprize për të biseduar dhe për të komentuar këtë lojë që po ndodh me Rogertin, pasi që familjarët e Selinës edhe kanë reaguar për fjalët që Rogerti ka thënë. Tani Rogerti ju e dini që tha djath vrime u komentua, por ishte djath brime fjala e thënë, por për këtë fjalën reaguan në Instagram familjarët e Selinës dhe unë mendoj që një nga familjarët e Selinës, duke mos përfshirë këtu të jatin, sepse jati nuk është në Shqipëri, mund të ketë kërkuar që të bëhet pjesë e kësaj shtëpie dhe të ballafaqohet me Rogertin për t'i kërkuar sqarim përse janë të gjitha këto ofendime adresuar kundërdrejt Selinës dhe familjes së saj. 1. E dyta, një ballafaqim mund të jetë bashkëshortja e Mirit me Mirin, edhe pse në fakt nuk pati Miri një rikthim tek Selina. Selina e mbajti atë forcën e saj të shpirtit duke qenë besnike kundër drejt Gimbos, dhe domethënë nuk më duket shumë interesante në qoftë se gruaja e Mirit do të kërkonte një ballafaqim për të atakuar të shoqin e saj dhe jo për të atakuar Selinën. Por mendoj në interes të produksionit, bashkëshortja e Mirit mund të vijë ta kërkojë Mirin në takim, t'i jep forcën, t'i jep kurajon, t'i jep emocionin që një bashkëshorte mund ta jep dhe t'ia tregon që jashtë je okay dhe ne të mbështesim, dhe domethënë të përfshi këtu edhe atë ndjesinë e saj për Selin, domethënë të thotë ndonjë fjalë. Këto janë dy hipotezat e mia që në fakt janë më të zëshmet për ballafaqime, ose njëri nga familjarët e Brikenës mund të jetë pjesë sonte e kastit për një ballafaqim, le ta themi. Por për të thënë ballafaqim, domethënë i bie diçka që është fol, diçka që është thënë, ose një ballafaqim që mund të ndodhen brenda shtëpisë së Big Brotherit mes Selinës dhe Brikenës, për fjalët që Brikena dhe Selina kanë thënë me njëra tjetrën, ose Selin dhe Rogert për fjalët që janë përfolur, edhe pse në fakt reagimet kanë qenë nga ana e familjes së Selin për fjalën djath vrime që Rogerti i ka thënë Selinës gjatë kohës kur ka qenë duke përgatitur ushqim në kuzhinë. Ai ka thënë djath në vrim është djath në brim, domethënë është djath francez. Kjo që është thënë, edhe pse u keq kuptua dhe u keq interpretua nga të gjithë ne gazetarët, por unë e kam dëgjuar me detaje, ishte djath në brim. Domethënë dhe kur e shkruajta ishte djath francez. Domethënë Rogerti i ka ca terme që ndoshta i bën me kastile se e di se do të keq kuptohet jashtë. Domethënë sonte presim një ballafaqim. Mendoni ju që një nga prindërit e Selinës mund të jetë pjesë e këtij kasti sonte?